Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm këtë të shtunë në inaugurimin e Tirana Mons, një instalacion për librin në sheshin Nën Tereza. Në fjalën e tij, Rama e quajti këtë ide si një oazë në kryeqytet që i kushtohet totalisht librit. Ishte fiksuar ta sillte hënën në Shqipëri në vend që të çonte Shqipërinë në hënë. Ja ku jemi. Dhe kjo besoj që është në një farë mënyrë serpentina jon, do të qëndroj për një moment, për një çastu, pastaj do të lëviz, ndërkohë që ne do duam të ecim përpara me projekte të mëdha, masive, të cilat do ta vendosin dhe këtë hapësirë në dispozicion të qytetit për parkingën toksor, por jo vetëm kaq, po përgatisim një projekt shumë të bukur, le të shohim se si do të dalë. Kreu i qeverisë bëri thirrje që të gjithë të çojnë libra në këtë instalacion.